Libri për sot është libri më i ri i Fabio Volo, si sapo dal, dhe ai titullohet Një jetë e re. Në fakt, si për ata që adhurojnë Fabio Volon dhe ndjekin libër pas libri, Fabio Volo shquhet për të thënë të gjërave në mënyrë shumë të drejtë për drejtë, për të treguar të historive të njerëzve krejt të zakonshëm, dhe mbase edhe kjo është arsyeja pse ka bërë shumë adhurues të tij, për shkak edhe të historive që janë shumë të duken të zakonshme, por që na përfaqësojnë ose le të themi na duket sikur shihemi në pasqyrë. Ndaj Fabio Volo me këtë libër të ri sërish ka trajtuar tema të rritjes, tema që kanë të bëjnë me miqësinë, miqësia për të është shumë e çmuar, me familjen, me dashurinë, me dilemat e mëdha që kanë, edhe ai që i ka kaluar, duket sikur librat e Fabio Volos janë si një pasqyrë edhe jetës së tij të kaluar ndër vite. Pra ai nis që në momentin kur nis të shkruaj, që në momentin që ishte shumë i ri, kur përjetojnë ato dilemat e çfarë ti do të bësh me jetën tënde, nëse duhet të marrësh një vendim, cila është dashuria e madhe, edhe humbja natyrisht. Dhe në historitë e tij në fakt fletë shumë edhe për marrëdhënien që ka me babain, duket që babai ka qenë një person shumë i rëndësishëm në jetën e vet, jo thjesht për shkak të dashurisë, por sepse i është dukur sikur nuk e ka kuptuar. Në fakt në këto marrëdhënie me të shkuar, me prindrit, shkrimtarët në përgjithësi përpiqen që ti trajtojnë. Në këtë histori, në fakt, Një jetë e re, është historia e dy miqve, të cilët befas në një moment sa secili ka jetën e vet, të ndryshme nga tjetri, dhe në një moment caktuar marrin një udhtim për të gjetur një makinë të vjetër që babai i personazhit kryesor, le të themi, atij që tregon historinë, e ka shitur para shumë vitesh, dhe le themi kjo makinë përbën një simbol të së shkuarës, dhe jo vetëm një simbol të së shkuarës, por edhe një përballje, le themi, me të, dhe rrugës në këtë udhtim që është edhe që ka shumë situata për të qeshur, po ashtu dhe shumë reflektime të forta në zgjedhjet që ka bërë secili nga këta miq. Është një udhtim, le themi, shumë ndriçues, gjatë cilës secili zbulon në fakt në të vërtetë ose le të themi reflekton mbi atë çfarë do të bëjë në jetë. Unë po lexoj një moment fare të shkurtër, sa për të dhënë një ide të mënyrës se si është shkruar ky libër, pa shumë pretendime, është i shkruar shumë thjesht. Atë çast zbulimi i arsyes së vërtet pse e doja, ishte vetmja mundësi që më kishte mbetur, pse donte makinën, domethënë. Kështu që i tregova atij të panjohurit se dëshiroja t'i bëja një surprizë babait tim, t'i ktheja diçka nga e cila ishte detyruar të hiqte dorë. Exagjerova dizi në fund, mbase dola edhe pak patetik. Leuçi më dëgjoi në heshtje dhe më në fund tha: "Qen ke goxha djalë. Nëse një ditë vendos ta shes, ti do të jesh i pari që do ta marrësh vesh." E mbylla telefonin likështuar. Që kur më lindi kjo ide, e kisha përfituar çdo detaj pa e kursyer veten. Fytyrën e babait kur ta shite përsëri makinën e tij pas 40 vitesh, në timon, duke më shtitur si atëherë kur isha fëmijë. Ndoshta do të kisha mundur të përjetoja sërish dhe ndjesitë e dikurshme me të cilat isha shumë i lidhur shpirtërisht. U emocionova teksa imagjinoja të gjitha këto. Nuk doja të dorëzohesha dhe nisa të kërkoj në internet një makinë të ngjashme, por sa më shumë mendoja, aq më shumë bindesha që nuk kishte kuptim. Ose i ktheja të tillën, ose fare. Kjo është një fragment nga libri Një jetë e re nga Fabio Volo, të cilën ju sugjeroj shumë që ta lexoni. Do t'i bëj të ndjeni mirë.